këtu në për mediat tona që i kemi përcjell mesazhe që do të dështoj krijimi i qeverisë nga partia fituese, që realisht është vetëvendosja. Të dy tentativat për ta krijuar qeverinë dështuar, në herën e parë dështoi ta krijojë qeverinë Albin Kurti për shkak se nuk i kishte 60.000 vota, për vetëm 56, ndërsa herën e dytë i dështoi po ashtu dje edhe i mandatuari i dytë nga kjo parti që e mandatoi ko presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, edhe ai po ashtu dështoi me vetëm 56 vota dhe nuk arritën të i bëjnë 61 vota. Natyrisht kjo vonesa, këto zgjatje do t'i shkaktojnë dhe po i shkaktojnë në vazhdimsi dëme Kosovës dhe sidomos përveç në aspektin politik, por edhe në aspektin ekonomik, por megjithatë thirrja e partisë në pushtet për ta votuar diçka që është shkelje kushtetuese, natyrisht që ka rënë në rezistencë nga ana e partive ishte opozitare dhe prandaj nuk është votuar as mandatari i parë dhe as mandatari i dytë, për shkak se nëse do ta votonin mandatarin e dytë dje, ata do të bënin shkelje kushtetuese për faktin që këto ligji për buxhetin, ligji për buxhetin e RTK-s dhe ligjet e tjera janë në shpërputhje me kushtetutën dhe si e tillë në këtë situatë partitë ishte opozitare kanë refuzuar të votojnë dhe mirë kanë bërë që se kanë votuar për faktin se do të ishin shkelëse të kushtetutës, ashtu siç ka qenë edhe partia në pushtet 11 herë pa shkel kushtetutën dhe natyrisht në farë forme kjo ishte thirrje e partisë në pushtet, nëse unë e kam shkel 11 herë nuk bëhet nomi nëse edhe ju e shkeni një herë kushtetutën. Prandaj edhe këtu bëhet fjalë për partitë institucionale siç është PDK, LDK, AK dhe nisma, të cilat më të vërtetë kanë krijuar këto institucione që nga pas lufta dhe e dinë rëndësinë e tyre dhe prandaj janë gardian të kushtetutës dhe të mbrojtjes së ligjshmërisë të rendit kushtetues në Kosovë.